Ju lutem shumë, merrini lexojeni ligjin, e para, e dyta, të gjitha programet shkollore ne I kemi të gjitha të botuara, ato kalojnë në një proces shumë të gjatë diskutimi, përgatitjesh dhe trajnimesh, pra kualifikimesh nga mësuesit. Prandaj, është shumë e rëndësishme që ne të komunikojmë mesazhin e dur prindërve, klasave, mësuesve, përpara se sa të hedhim shashka, siç janë përpjekur aktorë të ndryshëm të hedhin dhe më vjen shumë keq sepse shpeshherë dezinformimi fal edhe komunikimit të teknologjisë zë nganjëherë më shumë vend se sa e vërteta. E vërteta është që çdo gjë që ne bëjmë, çdo gjë që shkruhet, çdo gjë që miratohet, kalon në filtra shumë të rëndësishëm. 1 të konsultimit publik, 2 të përputhjes me direktivat europiane. Ku bën pjesë gjithashtu edhe ky ligj që është miratuar dhe në të cilin gjithçka është thënë janë të pavërteta në dezinformimin e madh publik, për çka vjen shumë keq, por prandaj jemi këtu që të komunikojmë dhe të sqarojmë çdo element. Nuk ka një direktivë, por është I gjithë korpusi ligjor dhe gjithë direktivat të cilat mbrojnë mosdiskriminimin, mbrojnë vlerat njerëzore dhe nuk ka një direktivë të posaçme, por janë gjithë vlerat e Bashkimit Evropian që e përfshin këtë aty ku Shqipëria kërkon të antarësohet, trajnimin e barabartë të gjithë shqiptarëve.